parlamentar. Kjo me thonë drejtën ju takon ma shumë atyre që i bashkangjitën listës. I keni shtim listë jo, i keni pranuar pra. Po ne normalisht që kërkojmë ata me qëndru me ne, sepse e para janë bashku listës tonë, e dyta e kanë pranu një program politik, një platform politike, të LDK-s. Kjo është shumë e rëndësishme, ju lutem. Ne jemi të lumtun, edhe kemi qenë shumë të lumtun, ne jemi të lumtun vazhdimsi, që po na bashkohen njerëz, edhe që kërkojnë me bashkëpunu me ne. Kjo tregon që LDK është e hapur, është atraktive për bashkëpunim. Normalisht që kur të fitojmë, ne dëshirojmë dhe insistojmë me qëndru bashkë me realizu programin. Nëse dikush bën lëvizjet e tilla, jo ma shumë i takon asoj anës tjetër, nuk do të paragjykojmë, absolutisht. Ne po shkojmë për të fitu zgjedhjet, për t'i kriju institucionet e vendit dhe do t'i krijojmë institucionet e vendit me partner tonë. E mira është që LDK ka partner. Ka partner, ka ura bashkëpunimi dhe sa ma shumë deputet që do të ketë LDK, aq ma parë krijohen institucionet e vendit. E kemi thonë edhe këtë vit. Po t'i kishim ne 48 deputet sa i ka pas fitu si zgjedhjeve, ne sot s'kishim folë për zgjedhje. Ne sot kishim folë për projektet, për realizim, po si kemi pas. Edhe kjo flet për diçka. Po kjo flet për fat keq edhe e tregon edhe gjendjen ku jemi. E tregon edhe gjendjen ku jemi. LDK është parti. Po për këtë s'mund gjykohet populli, pra se absolutisht mund gjykojnë qytetarët. Qytetarët ja kanë vënë 48 deputet. Nuk i gjykojmë qytetarët asnjëherë. Por i thrasim të na bashkohen, edhe kemi shpresën që ata kanë reflektuar, kanë pa kush ka qenë bllokuesi i krejt proceseve politike këtë vit. E kemi atë shpresë, e kemi atë besim që qytetarët kanë reflektuar dhe do të na kthejnë besimin. Kthimi i besimit LDK nënkupton Kosovë më e fortë. Me LDK-n do të krijohen institucionet dhe Kosova do të merr kahjen drejtimin e zhvillimit. Kjo i duhet vendit, ju lutem. Ka qenë vit shumë i vështirë, viti 2025 është viti i humbun, Kosova është në gjendjen më të rëndë ekonomike e sociale që sa vite, tash është koha me u kthy drejt zhvillimit. Dhe për këtë çështje do të pyes më njëherë pas kësaj pyetje. Sot e pam pra në listë do të jetë Uk Rugova, djali i ish-presidentit historik Ibrahim Rugova. Më bëri përshtypje shumë komunikimi për këtë ngjarje ishte tha me kërkesë të familjes. Pse se keni ftuar ju Lidhja Demokratike Uk Rugovën që t'i bashkohet listës? Uk Rugova është në shtëpinë e tij. Uk Rugova është në shtëpinë e tij. Është në LDK, është një prej antarëve të LDK-s, besa i angazhuar në vazhdimsi me i ndihmu LDK-s. Unë e njoh Ukën edhe për më afër sepse është edhe në zonën ku unë jam kryetar i Degës. Unë jam kryetar i Degës, presidentit Rugova, që e ka krejt atë zonën e Velanisë edhe ku jeton Uka. Ai ka qenë vazhdimsi shumë i angazhuar për LDK-n dhe për fitoret e LDK-s, edhe i angazhuar në zgjedhjet lokale të Prishtinës me ndihmën e LDK-s. Andaj Uka është në shtëpinë e tij. Normalisht që familja dhe ai vet kanë shprehë interes që tani të garojnë dhe të jenë pjesë e listës, dhe ne sot në mënyrë festive, bashkë në ditën e ditëlindjes presidentit ton Ibrahim Rugova, e zyrtarizuam edhe, si me thonë, kandidimin e Ukës për deputet, cilit i urojmë shumë suksese dhe punë të marrë tash. Dhe Zogaj, po ekziston një